Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë sonte në mësimin e 6 të serisë të shkronjave të alfabetit të gjuhës arabe. Kemi arritur të shkronja sin, shin dhe sad për orën e sonshme. Bismillah, sin është për shkronjave të lehta, dhe siç e kemi thënë në çdo video që shkronjat e gjuhës arabe në fillim shkruhen ndryshe, në mes ndryshe dhe në fund ndryshe. Kemi këtu fjalë të cilat janë marrë në fillim të fjalës, në mes të fjalës sini dhe në fund të fjalës, prapë si shënohet sini. Lexojmë sebuha, haside, dejisu, sehiru, rasivu, betisu. Shkronja shin, sheshishu, shetitu, beshiru, wahishu, shezidu, beshisu, gjerishu. Shkronja sad, sasisu, sahura, besiru, bebisu, suride, hasibu, dejisu. Këto përfundojmë orën e këtyre 3 shkronjave. Shpresojmë që duke ju ndihmuar dhe ju lutem që ta shpërndani tek motra muslimane dhe tek ata të cilët nuk kanë hapur për mësimin e këtyre shkronjave. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.